ka dhe gjumë që ka mbet. Këtu është kjo vrima plumbit ku ka hy. Njëra nga gjurmë të tjera është këto. Aktualisht jemi në Kaçanik, rruga Idris Seferi është prapa neve. Këtu është hyrja banisës ku dje rreth orës 23 është vrarë polici me inicialet M.L, ndonë se emri i tij sigurisht është bërë publik dhe qarkullon nëpër portale. Besoj që edhe familja e tij është njoftuar deri më tani sepse kanë kaluar shumë orë që nga momenti që është kry vrasja, ne po e themi vetëm me iniciale. Është polici me inicialet M.L, ka qenë rreshter dhe shef i ndrimit. I njëjti dje ka përfundu ndrimin e punës rreth orës 22:20. Para se të tregojmë ngjarjen në kronologji ashtu siç na kanë tregu disa nga dëshmitarët jo okular, po njerëz që kanë banuar mëkati ku ka ndodhur vrasja dhe kanë dëgjuar të shtëna, pak a shumë kanë marrë informacionin, ne kemi biseduar edhe koleg policë të tij. Këtu është